Presidenti Bajram Begaj ka mbajtur fjalën e tij në debatin e përgjithshëm të sesionit të 80 Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, një moment të veçantë për Shqipërinë që shënon 70 vjetorin e anëtarësimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kreu i shtetit nënvizoi se ky përvjetor i Kombeve të Bashkuara është një kujtesë e vizionit për dialog dhe bashkëpunim mes kombeve dhe një mundësi për t'u angazhuar më fort në mbrojtje të paqes, drejtësisë dhe solidaritetit global. Ne duhet të zgjedhim bashkëpunimin mbi kundërshti, dialogun mbi ndarjen dhe solidaritetin mbi indiferencën, u shpreh presidenti Begaj, duke theksuar rolin e OKB-s si platformë globale për të adresuar përgjigjet ndaj sfidave të përbashkëta. Në fjalën e tij ai ndaloi te krizat aktuale botërore, duke ritheksuar mbështetjen e palëkundërt të Shqipërisë për sovranitetin e Ukrainës dhe dënimin e agresionit rus. Njëherësh presidenti Begaj konfirmoi qëndrimin e Shqipërisë që lufta në Gaza duhet të përfundojë. Presidenti theksoi se Kosova meriton vendin e saj në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Presidenti gjithashtu i kushtoi vëmendje me fjalën e tij kërkesës për respektimin e të drejtave të shqiptarëve që jetojnë në luginën e Preshevës. Ai solli në vëmendje arritjet e Shqipërisë për përmbushjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, energjinë e pastër, transformimin digjital, avancimin e barazisë gjinore dhe përfshirjen e të rinjve në agjendat zhvillimore të vendit.